Vuani nga diabeti, mjafton një gotë nga kjo dhe do shpëtoni një herë për gjithmonë. Niveli ngritur i glukozës në gjak ose hiperglicemia është një çrregullim në organizëm, i cili shfaqet më së shpeshti për shkak të diabetit, por edhe pas stresit, për shkak të gjenetikës, çrregullimeve të metabolizmit, paushqyeshmëria, mundimet kronike dhe për më tepër edhe marrja e ilaçeve të caktuara në sasi të tepërt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon deri në diabet ose edhe në komplikacione të tij. Veç kësaj mund të shkaktojë çrregullime të mëlçisë dhe në sistemin urogenital. Shkakton gjithashtu çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillimit të kataraktit dhe patologji të ndryshme të zemrës. Diabeti është nga të paktat sëmundje që arrin të prekë dhe të dëmtojë heshtorës dhe ngadalë thuajse të gjithë organizmin tuaj, sidomos edhe shëndetin e përgjithshëm. Për të caktuar diagnozën është e nevojshme të merret mostra e gjakut. Kjo analizë merret në mënyrë ekskluzive kur keni lukth të zbrazët, mirëpo është më mirë që 2 ditë të mos pini alkool dhe të mos hani karbohidrate në mënyrë që rezultatet të jenë edhe më të sakta. Niveli i sheqerit në glukozë është nga 3.6 deri në 6.1 njësi. Gjithashtu, shifrat mbi këtë mund të tregojnë gjithashtu edhe diabet. Mirëpo, kur kalojmë 11.1 njësi, atëherë mund të flasim për diabetin kronik. Por cilat janë simptomat më të zakonshme të diabetit, të cilat nuk duhet të neglizhohen? Sipas ekspertëve të Healthline, ato janë etje e shtuar, urinimi i shpeshtë, sidomos gjatë periudhës së natës, tharje të mëdha të gojës, humbje të pashpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura, plagë të ndryshme që mezi mbyllen, mpirje të duarve ose edhe të këmbëve, lodhje më tepër se zakonisht e të tjera. Nëse vlerat e glicemisë kanë qenë të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet gjithashtu mund të shfaqin dobësi trupore, dhimbje barku, të vjella ose edhe komplikacione të ngjashme. Eksperienca e këtyre simptomave nuk do të thotë gjithashtu domosdoshmërisht që jeni me diabet, por në raste të tilla ju duhet të kontaktoni mjekun specialist endokrinolog për të konsultuar më shumë për rastin tuaj specifik. Por si të zvogëloni sheqerin në trup në mënyra krejt natyrale? Recetat për uljen e sheqerit në gjak merren gjithashtu sipas udhëzimeve rigoroze të mjekut dhe medikamentet duhet t'i merrni gjithmonë sipas këshillës së tij dhe nuk duhet t'i zvendësoni në kokën tuaj me produkte të tjera. Në diferencat e pasqyrës së gjakut, të cilat janë të ulta, atëherë mjeku ndoshta nuk do të përshkruajë ilaçe, por do të këshillojë që sheqeri të ulet në mënyra natyrale. Dhe nëse bëni pjesë në këto kategori të personave, atëherë mund të ndryshoni ushqyerjen tuaj duke u bazuar në produkte natyrale. Mund të përdorni receta të kombinuara në ushqime dietike në mënyrë efektive që të përmirësoni situatën tuaj praktike dhe të mbani më mirë dhe nën kontroll problemet e sheqerit në trup. Pija nga majdanozi mund të jetë një stabilizuese e mirë e gjendjes suaj, gjithmonë nëse merrni edhe në mbikëqyrjen e një eksperti dhe nuk përdorni medikamente. Për përgatitjen e saj, shtoni në tenxhere 8 flet majdanozi dhe hidhni sipër të paktën 300 ml ujë të vluar. Pastaj e lini të ziejnë për të paktën 4 orë. Pini gjysmë gote të paktën 3 herë në ditë, nga 3 ditë dhe pastaj patjetër që duhet të bëni një pauzë 12 javore. Qulli i hikrës me kefir mund të jetë një ndihmë shumë e mirë stabilizuese. Merrni disa lugë hikër, shplajeni mirë dhe i thani, pastaj bluani, miellin e hikrës e shtoni në një gotë kefir me pak yndyr dhe lini të qëndrojë për 10 deri në 12 orë. Pini gjysmë ore përpara ushqimit në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithashtu rezultatet që do të merrni në këto raste mund të jenë gjithashtu lehtësuese në situatat tuaja. Koktejl nga kefiri dhe kanella gjithashtu mund të jetë një stabilizuese shumë e mirë çështjes suaj shëndetësore. Një herë në ditë, më së miri në mëngjes, shtoni një lugë gjelle kanellë në një gotë me kefir me pak yndyr dhe konsumoni atë. Kjo do të përmirësojë metabolizmin dhe do të ulër sheqerin.
Nëse nuk jeni tolerant ndaj produkteve të qumshtit, atëherë kanellën mund ta shtoni në çaj ose në ujë të ngrohtë. Për shembull, gjithashtu, më së miri është të përdorni kanellë e cila është plur, jo plur sepse mund të jetë edhe më i lartë në cilësinë hipoglikemike. Ekspertët tregojnë se infuzioni nga fasulet e bardha mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Disa kokra fasule të bardha i zjeni në një gjysmëgotë ujë. I lini të qëndrojë deri në mëngjes. Hani kokrat dhe pini lëngu një orë përpara kafjallit. Lehtësoni gjithashtu edhe pauzat tuaja. Kombinimi i uthullës së mollës në receta të ndryshme mund të jetë gjithashtu një stabilizuese e mirë e gjendjes suaj. Një gotë me ujë të nxehtë shtoni një lugë uthull molle dhe e pini atë pas ushqimit. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani shëndetin tuaj. Por nëse çështja juaj është e agravuar, gjithmonë duhet të përdorni këshillat e mjekut dhe konsultat e tij. Është e rëndësishme të përmbaheni udhëzimeve që mjeku ka këshilluar për të menaxhuar më mirë lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe të mirëmbani më lehtë problemet që sjell edhe luhatja e papritur e sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që keni vazhdimisht luhatje të sheqerit në gjak, është shumë e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj për të parë edhe shkaktarët kryesor të këtyre shqetësimeve. Konsumi i tepërt i pijeve me sheqer rrit mundësinë e prekjes gjithashtu nga diabeti edhe në mënyrë drastike një ushqyerje e keqe mund të ndikojë në vazhdimsi të shëndetit tuaj, citon një studim i publikuar në revistat shkencore. Konsumi i tepërt i pijeve pa sheqer rrit mundësinë e prekjes nga diabeti në mënyrë krejt drastike, sipas udhëzimeve të ripublikuara në një revistë shkencore. Studimi u përqendrua në 66.000 shtetas francez përdorues të pijeve sugar-free. Në bazë të statistikave, ata goditeshin nga diabeti ndjeshëm më tepër se konsumuesit normal të pijeve të ndryshme. Të dhënat u grumbulluan në një periudhë 14 vjeçare nga viti 1993 në vitin 2007. Ndonse të varfra në kalori, zbuloi një studim i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition, bëjnë të qartë se këto lloj pijesh janë të detyrueshme edhe me ndikim të lartë për shëndetin. Arsyeja e rritjes së probabilitetit të prekjes nga diabeti nuk është zbuluar ende, por besohet se lidhet gjithashtu edhe me shkaqjet artificiale të këtyre pijeve, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në çështjet tuaja shëndetësore dhe shkaktojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që për çdo ndryshim që bëni, të flisni me mjekun tuaj për të parë nga afër shkaktarët të vërtetë të këtyre ndikimeve. Sipas American Heart Association, është një listë e ushqimeve të cilat janë kyçe për shëndetin e mirë në rast se vuani nga diabeti. Perimet jeshile janë një ndikues i drejt për drejt i çështjeve tuaja shëndetësore. Perimet jeshile janë në një ushqim me pak kalori dhe gjithashtu janë dukshëm të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat e ndihmojnë trupin të mbajë në nivele të qëndrueshme sheqerin dhe gjithashtu të mos shkaktojë luhatje të papritura të tij. Prandaj është e rëndësishme t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Proteina. Disa ushqime përmbajnë gjithashtu nivele të larta të proteinës. Disa ushqime janë gjithashtu të pasura me këtë element të rëndësishëm për diabetikët. Ato janë me proteinë bazë bimore, të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e situatave tuaja konkrete. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë edhe konsumi i karbohidrateve. Trupi ka nevojë për karbohidrate për të funksionuar në mënyrë efikase, por duhet pasur kujdes me sasinë e marrjes së karbohidrateve. Disa ushqime të shëndetshme me nisështe për diabetikët janë gjithashtu edhe me ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin tuaj. Edhe bulmeti mund të jetë një ndikues në shëndetin tuaj, sidomos nëse jeni vazhdimisht i prekur nga luhatje të papritura të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që për çdo ndryshim që bëni, të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e konsumit të tyre, pasi në të kundërt, gjendja juaj mund të agravojë dhe të krijojë gjithashtu komplikacione nga më të ndryshmet. Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që mund të bëni. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.